Procesi numërimit të votave për zgjedhjet e 7 qershorit po shkon drejt përfundimit, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hyrë në fazën finale të rinumërimit në disa vendvotime. Sipas të dhënave të fundit janë përcaktuar edhe ndarjet përfundimtare të mandateve për partitë kryesore, bashkë me listat e kandidatëve më të votuar dhe atyre që kanë siguruar më pak vota brenda subjekteve politike. Pjesa më e madhe e deputetëve të legjislaturës së kaluar do vazhdojnë të jenë pjesë e përbërjes së re të kuvendit, kurse 9 deputet do të jenë të rinj. Në lëvizjen vetëvendosje më i votuari është Albin Kurti, ndërsa listën e mbyll Fjolla Ujkani. Në Partinë Demokratike të Kosovës kryeson Bedri Hamza, ndërsa vendin e fundit mes fituesve e zë Ariana Musliu Shoshi. Te Lidhja Demokratike e Kosovës më së shumti vota ka marrë Vjosa Osmani, ndërsa listën e fituesve e mbyll Paris Guri. Te Aleanca Ardian Gjini është më i votuari, ndërsa Teuta Haxhiu mbyll listën. Procesi i numërimit dhe rinumërimit pritet të mbyllet plotësisht në 8 nëntor, ndërsa rezultatet finale do certifikohen nga KQZ.